Përshëndetje të nderuar shikues, mirë mbrëma, sot jemi në Okult Geopolitik. Para se të filloj bisedën me të ftuarin ton special, dëshiroj të kujtoj të gjithë ata që hynën në kanalit ton në YouTube-it, majtas djathtas nga I hedhim ne në për ato rrjetet sociale këta çuna tan, bëni një subscribe, mos harroni sepse e kemi sfidë që brenda këtij muaji të vëmë 10.000 subscribe dhe nuk është keq, do ta festojmë këtu me një tortë dhe do t'ju falenderojmë të gjithëve dhe ne kemi disa lehtësira për të vazhduar punën tonë në komunikimin me ju në kanalin YouTube, në Okult, në podcastin e Liris në gjuhën shqip. Njëkohësisht do të falenderoj sponsorat tanë të emisionit që vazhdimisht do të dalin këtu në krahun ton, të cilët ofrojnë mallra dhe shërbime speciale dhe janë të përzgjedhur nga ne midis një morie më të gjerë ofertuesish. Mjafton të hyni të googlonit, fusni emrin e tyre në Google dhe menjëherë merrni kontaktet për të komunikuar me ta. Njëkohësisht falenderoj dhe ata që na ndjekin në gazetën tonë okult.org, në website-in tonë në gazetën online, ku aty mund të marrësh lajme pak speciale përveç lajmeve të përgjithshme që gjejmë rëndom në të gjitha website-et e tjera. Ju e dini që ne shikojmë historinë si një proces ku nuk e lëviz era icebergun që lot me kapuçin, po e lëvizin ujërat nëntoksore. Ujërat e padukshme poshtë icebergut, të cilat lëvizin masën për 5 të shtatave që ka icebergu poshtë dhe jo era 2 të shtatat lartë. Duam të kujtojmë gjithashtu të gjithë atyre që duan librat e shtëpisë tonë botuese Helga Secrets, që janë libra të veçantë dhe faqen tonë mund ta gjeni dhe në Instagram me këtë emër Helga.Secrets në anglisht ose Secret e shqiptuar nga anglishtja, dhe njëkohësisht këto libra I keni dhe në një rubrikë të caktuar në gazetën tonë okult.org, ku keni dhe një numër kontakti të podcastit tonë, I cili do të shfaqet këtu në krahun tim her pas here nga regjia. Ata që duan ta ndjekin këtë emision me titra, tashmë YouTube e ka krijuar këtë mundësi dhe falenderojmë YouTube-in, dhe ky emision mund të ndiqet dhe me titra shqip, por dhe me titra në gjuhë tuaj sipas dëshirës që mund të ketë gjithë secili. Sot jam me Ermir Gjinishin, me të mirënjohurin Ermir Gjinishin, të cilin her pas here e ftojmë në podcastin ton, pasi ndjehemi që kemi frekuenca të përafërta dhe mendojmë se njerëz si Ermiri kanë çfarë ju tregojnë njerëzve të vërtetat e mëdha të fshehura që vërtiten në këtë botën tonë të madhe dhe shumë të fshehtë, qoftë nga historia që bëjnë elitat, ashtu dhe nga të fshetat që ka krijuesi I madh I universit, cilat ne duhet I zbulojmë vetë. Ermir, mirë se më ka ardhur, mirë mbrëma. Ishte pak një retorik e gjatë që më duhet ta bëj si prezantues dhe dua t'ju kujtoj shikuesve që unë këtu nuk jam vetëm moderator për të bërë pyetjet, por jam edhe bashkëbisedues me të gjithë ata që vinë. Prandaj më bie për të gjitha këto arsye ndoshta ndonjëherë të flas edhe pak si shumë. Ermir, si e kaluar këtë kohë? Si të zhdukur ngjarjet që kanë ndodhur rreth e rrotull, çfarë të ka bërë në gjë përshtypje, në një gjë të re, në një kështu përveç atyre që kam përgatitur unë për të pyetur, apo ke qef të fillojmë direkt me ndonjë temë të ta shtroj unë bisedën? Fredi, mirë brëma. Mirë brëma, se më ka ardhur. Vjen mirë që e ndjek Okultin, ndjek gjithmonë janë biseda interesante, sigurisht që bisedat interesante janë interesante sepse hapin debate, megjithatë për të diskutuar për botën okulte, nuk është e lehtë, njerëzit e kanë shumë thjesht, thonë, ky është I çmendur, po ja fut kat. Por bota okulte ekziston, sepse njeriu në vetvete është qenie okulte. Sepse është qenie konspiracioniste. Në çfarë kuptimi? Dhe më fal që po e filloj kështu. Është diplomat, tjera gjëra mendon, tjera gjëra flet. Njeriu mban fsheta. Tjera gjëra bën. Njëra anë, njeriu mban fsheta ndaj vllajt, ndaj nënës, ndaj babait. Burri dhe gruaja mbajnë fsheta njëri tjetrit.
Kështu që konspiracioni nuk duhet parë si një element negativ ose si tregus negativ. Por të ekzistuar, unë mora shembullin e dy vëllezërve, fëmijës dhe babait, domethënë. Ndërkohë që patjetër ka konspiracione, ka organizime në kontekstin e fshehtës, sepse fshehta është pushtet vetvete. Nëse ti ke një plan dhe ja tregon gjithë botës ai plan është i dështuar, plan biznesi po them. Gjoni çfarë plan kam. Çështja është që se si disa njerëz, disa grupe të cilët ne i fusim ose i diskutojmë, i cilësojmë në për studime, ndryshe se ka studime për botën okulte, nuk ka libra letrare, kjo është çudi e madhe. Se si disa njerëz mblidhen dhe vendosin për gjëra shumë më ndase vetja atyre. Edhe kjo është pjesa e cila hap shumë debate në botën okulte, që kur ne përdorim të term duket sikur po kalojmë në një kozmos tjetër. Faktikisht ne përgjithsisht e kemi fjalën për këtë pjesë ku jetojmë, për këtë planet ku jetojmë, por kjo nuk përjashton edhe gjëra të tjera jashtë. Dhe kjo komplikon më shumë çështjen, sepse nga njëra anë këto që merren me okultizma, me këto organizime të fshehta, bëjnë propagandë të jashtëzakonshme për të mbushur mendjen e botës që nuk ekzistojnë dhe nuk ka organizime të tjera, nuk ka. Dhe këta që na dekonspirojnë ne janë të çmendur. Dhe këta të tjerë që shikojnë botën thjesht aparenciale si një pasqyrë që shohin veten e tyre dhe krejnë flokët, duket sikur aq është bota, domethënë. Okej, ky është debat që ka nisur ndoshta që nga fillimi i jetës njerëzore, që nga kohë kur njeriu ka filluar të shkruajë mbi historinë e tij, megjithatë pak rëndësi ka se sa njerëzit i pranojnë ose jo, ashtu sikur se pak rëndësi ka edhe se sa abuzojnë me okultizmin, se edhe kjo është pjesë tjetër. E vërteta është që okultizmi ekziston, organizatat ekzistojnë, grupet ekzistojnë, po edhe vetë mistika, edhe vetë bota në cilën ne jetojmë, është shumë e panjohur. Fredin ne njohim vetëm 3-4% të planetit tonë, 3-4% të fshetave që ka krijuar 97 ku janë, që i kemi shqisore të prekshme për ditë me dorë dhe prapë nuk i njohim. Kështu që unë nuk do ta shoh, të kërkoj përsëri ndjes për këtë parantezë, nuk e shoh okultizmin si një tentativë për të arsuar njeriu që ta largojë nga dijet. Unë e shoh të kundërtën, si një dritare që njeriu duhet merret me dije, me shkencë, me lexim, me zbulime, me arritje të arrit të lexojë veten e tij, ambientin ku jeton, planetin ku jeton, njerëzit e kështu me radhë, nuk e pengon asgjë. Nuk e shoh okultizmin si një refuzim ndaj dijes, është krejtësisht e kundërta. Duhet merremi për të lexuar, për të kuptuar okultizmin, duhet merremi me sa më shumë dije, me sa më shumë tekste, me sa më shumë lexime, sepse kështu do qartësohemi edhe më mirë. Për sa i përket bisedave, çfarë ka bërë rëndësi, çfarë ka bërë përshtypje më shumë gjatë këtyre kohëve, sigurisht jemi në periudhë zgjedhje në Shqipëri, por ka edhe trazirat pafundme jashtë Shqipërisë, ka konflikte të hapura që vazhdojnë të ngrenë, të tensionohen dhe shtensionohen, siç është Gaza, Siria, Jemeni. Roli i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës në rendin e ri botëror me ardhjen e Trumpit, si po ndryshojnë gjërat. Kina, rritja e influencës Kinës gjithandej nëpërmjet tregtisë, nëpërmjet ekonomisë, dhe është shumë interesante se si Kina po shtryn influencën e saj në gjithë botën për një arsye fare thjesht, sepse nuk imponon rregulla politike. Nuk merret me drejtat e njeriut, nuk merret me sistemet politike, me ideologjitë politike, vetëm vërshon ekonomikisht, dhe si duket kinezët e kanë kuptuar më mirë se të gjithë se tashmë para se të flitet për gjeopolitik, flitet për gjeoekonomi. Dhe ato janë shumë përpara. Sigurisht që konflikti i fundit është konflikti i Indisë me Pakistanin, i cili ka alarmuar botën, dy shtete nukleare sapo kanë filluar një konflikt i cili perceptoi për 2 ditë shumë fort, kështu që ka tema sa duash për të folur, nuk e di çfarë do zgjedhësh, si do ta fillojmë. Me që mape këtë temën e okultit. Ne kemi atë WhatsAppin e rrethit katror të përbashkët, dhe një nga këta kundërshtarët e mi, nga këta që i ka poshtat e mbyllura të dritareve të trurit, për të tallur kështu me mua, edh një diçka që kishte shkruar në Kazani Plerave, dikush edhe në rrjetin tonë aty të WhatsAppit, jo inteligjencë artificiale. Do më ka shkruar njëri që nuk ka qenë shumë i shkolluar, por që ka qenë i mençur. Edhe unë i shkruaj tha: kam thënë që njerëzit ndahen në 4 lloje në varësi të funksionimit të syrit të tretë ose të qenit dyshues dhe open mind. Sepse unë e kundërtoj në një farë mase inteligjencën artificiale dhe them që ajo është shkaku që këta po bëjnë depopullimin, kanë gjithë to agenda. Është halti humane faktikisht.
Dhe i them, Platoni thoshte që kush ka të hapur syrin e tretë nga kryusi, ai sheh Samira sy normal. Dhe ky person, i them unë, e ka të hapur pavarësisht se s'ka shkollë. Dhe i them atë që e kam thënë herë tjera, njerëzit ndahen në 4 kategori. Të shkolluarit mirë plus ata që kanë të hapur syrin e tretë, dhe këta janë shumë pak, më pak se 0,1%. Të dytët janë ata që kanë 8 vjeçare, mund të kenë dhe gjimnast, po e kanë të hapur syrin e tretë, nuk kanë shumë shkollë. Të tretët janë ata që kanë bërë shumë shkolla, po e kanë të mbyllur syrin e tretë. Dhe këta janë ata që quhen intelektual. Këta janë rreth 9 ose 10%. Dhe të thënë 90% i them, janë pjesa që ngelet që s'janë as të shkolluar, as të ndriçuar nga Zoti. Pra nuk e kanë të hapur syrin e tretë. Dhe tashi kjo është detyra jonë. Ata që janë të shkolluar dhe të ndriçuar nga Zoti, pra që Zoti ju ka dhënë mundësinë të shikojnë me syrin e tretë dhe të kuptojnë se çfarë ndodh, ata kanë për detyrë të zgjojnë të grupin në dytë sa më shumë dhe grupin në tretë akoma dhe më shumë, se ke grupi 4 është e vështirë ti ndriçosh. Po arritën që të ndriçojnë këta 10%, është gjë e madhe dhe këta pakicat që thurin ato kurthet për t'i sklavëruar shumicën, do ta kenë të vështirë, pastaj se po ndriçuan 10%, është shumë e vështirë që këta se i them që debatonja këtu. I them, ore, ti e bërë shkollë për matematikë, po unë kam një makinë llogaritëse këtu që di ti bëj llogaritë shumë më mirë se ty. E fustu në inteligencë artificiale, një ekuacion, një çfarë dua, ma zgjidh më një herë, ma jep. Po kjo prap s'ka logjik, i them. Kjo nuk është open mind, nuk ka intuit. Këtë nuk e ka krijuar Zoti, ne na ka krijuar Zoti. Ne kemi intuit. Në qoftë se kjo makina llogaritëse, kjo inteligjencë artificiale do arrijë të na mposhtë neve dhe që i them kështu që gjithmonë shkaku për vendosjen e diktaturave janë intelektualët, sepse janë ky 10% që gjithmonë që mashtrohen nga propaganda atyre që bëjnë këto skema të kurthet dhe dalin e mbështesin o për interes ose janë budallënj dhe besojnë. Dhe ky 10% që i them unë është gjithmonë shkaku i vendosjes diktaturave. Dhe juve i them unë jeni nga ata që gjithmonë mbështesni diktaturat. Kurse unë fatmirësisht i përkas asaj të parës. Se i kemi këto debate gjithmonë, këto që apet i tash, domethënë se ka akoma një pjesë që musulmanët më bëjnë. Nëse më lejon thjesht për ta plotësuar atë që niset ti. E para një herë që ne nuk kemi asgjë kundër teknologjisë, por ne kemi gjithçka kundër jo humanës. Po. Dhe kjo nuk lidhet thjesht me teknologjinë. Ne probleme më të madhe kemi me njerëzit që kanë humbur vlerat humane, të cilët kërkojnë ta shtrinë këtë shijen e tyre, joshin e tyre antihumane edhe në teknologji duke na imponuar një vektor dytë në shoqëri. Kjo është historia. Nuk kemi asgjë se disa njerëz e keq kuptojnë këtë. Kjo studio ka gjithë teknologjinë e fundit domik. Nuk jemi kundër teknologjisë. Kjo studio që po bëjmë regjistrimi ka teknologji. Po. Tani për sa i përket njerëzve, po Fred, ashtu siç e thatë ju, ka një përcaktim shumë bukur një filozof i cili thotë njerëzit ndahen në 4 kategori, çuditërisht aq të thaj edhe ju pak më parë. Njerëz që din dhe e din që din. Domethënë ka njohuri dhe e din që ka njohuri. Njerëz që din dhe nuk e din që din. Njerëz që s'din asgjë Dhe kujtojnë se din, dhe e din që s'din, dhe njerëz që s'din, por që realisht kujtojnë se din. komplet e kundërta. Këto janë 4 kategoritë e njerëzve dhe po të bësh gjithë llojet e analizave nuk del dot jashtë këtyre 4 vektorëve. Kështu që kjo është natyra e njeriu, kjo është natyra njerëzore. Çako. Ne shpeshherë diku nga padia, diku nga frika, diku nga mosnjohja, mundohemi të refuzojmë. Faktikisht momenti që ti refuzon të panjohurën, nuk bën gjë tjetër se tregon një anë të errët vetes tënde. Frika. Sepse çfarë problemi ka? Frika të mos ndryshosh. Po na tregon Fredi një prall, po e marr kështu rastin më të kequn, po. Nuk du ta dëgjoj Fredin se Fredi është i poshtë, po pse? Çfarë problemi ka? Po s'pëlqeu pralla. Droganal. Leje, droga. Po ideja që doli ky do ta heq domon ti ke frikë, sepse mos ndoshta teksti i tij, teza e tij do vi dhe do të godasi mendjen dhe logjikën. E këtu duhet të thyret kjo pjesë. Ti do të lësh gjumë, s'do të zgjohesh. Rin gjumë. Bota ecën përpara duke gjithmonë, bota ka ecur përpara duke përballë me tezat dhe duke thyer tabut dhe frikrat. Ajo që zhvilloi Europën, çako ishte rilindja, çfarë ishte rilindja? Vrau frikrat njerëzore. Dhe hapi dritaret e lirisë. Sfidant, sepse po si sfidant,
të rish gjithmonë i mqefur dhe në gjumë, Kaq është historia. nuk ecën dot përpara. A ka sa dush deviacione dhe abuzus në teoritë okulte e me bënim bisedën pak para se të fillonin Ka këtu. ekstremizma nga Pjesa, gjithmonë. një pjesë e madhe e këtyre njerëzve që flasin se kanë idenë fare, domethënë sepse okultizmi vetvete ka shumë histori, ka shumë dhëna, në disa raste ka dhe shumë dije të fshehura. Po, ka dije të fshehura. Për shembull, ne në mesjet flisnim në Europë për ezoterizmin, për dhënat ezoterike, sot nuk flitet më. Ne në Europë, në mesjet dhe pas mesjetës flisim, deri në revolucionin industrial, flisim për teozofi, filozofia, ose në antikitet. Të gjithë mendimtarët dhe filozofët e antikitetit ishin teozofë, në i falë mënyrë. Nuk ke asnjë filozof të antikitetit që i përket një fushë të caktuar, po ka shumë fusha brenda vetes. Teozofia është bashkimi i shkencës, religionit dhe filozofisë. Edhe mendimit njerëzor, patjetër, gjithë. Dhe imagjino se sa i kompletuar është njeriu. Ndërkohë që sot, po ta shikosh trendi i shkollimit, Librat e teozofisë, librat kryesorë i ka botuar shtëpia ime botuese. Po, nuk e bëra kot. Asë bëra një reklam, po s'do ta përmendja. Megjithatë, për te kritikave, njerëzit është mirë që të mbajnë libra në bibliotekën e tyre, të lexojnë. Fredi, ti di që unë jam fetar. Secili sipas mënyrës tij. E di dhe që unë i përkas një besimi të caktuar. Por shtëpinë time unë kam edhe Bibël edhe Talmud. I kam gjithë librat tjerë. Konsultohem, diskutoj etj, sepse është ignorancë shumë e madhe që ti të refuzosh diçka pa e njohur. Dhe kjo ka krijuar problemet më të mëdha në shoqëri, sepse krijon paragjykimet. Dhe paragjykimi është porta për të arritur këtë diskriminimi dhe konflikte dhe gjithçka tjetër më parë. Nuk e ka gjetur kur e keqja botën nga hapja, nga çiltërsia, nga diskutimi. Përkundazi është një mënyrë që ne të përfitojmë dhe të shkurtojmë segmentin e zhvillimit tonë njerëzor, sepse ballafaqohemi me të gjitha idetë dhe përzgjedhet dhe seleksionon idetë më të mira për evoluimin e shoqërisë, për zhvillimin e shoqërisë, dhe kur themi jo dhe shoqërisë, po politikës, mendimit, shkencës dhe gjithçka më tepër. Kështu që unë aq sa shikoj, aq sa jam kritik për abuzuesit e mëdhej që janë mediokër dhe do mbledh ta përdor dhe fjalën ignorant në njohjen e okultizmit, aq dhe jam i joshur për të lexuar gjithmonë gjëra të cilat nuk i gjen në treg, nuk i gjen në gazetë, sepse njeriu ka nevojë, truri ka nevojë të pasurohet. Për shembull, kur flas ndonjëherë unë, për shembull, për historinë e tokës së sheshtë, ka shumë njerëz që e kanë mësuar ashtu dhe nuk ballafaqohen. Edhe më thonë mua, mirë thonë, na shpjego këtë ti, na shpjego atë, na shpjego, duan mësime që unë i kam mësuar me dhjetra vite që i kam lexuar, ata i duan mësime të qyll. Edhe unë i them, zotëri, lexo këtë libër edhe mësoj. Unë s'jam pedagogu jot, ju më bëni këtu 20 pyetje tash, unë të ri, s'o merrem gjithë ditën me Facebook, se s'më ushqen Facebooku. Tash unë nuk jam dhe ignoranca jote që ti nuk e di këtë çështje, sipas teorisë time, nuk është argumenti jot, kupton? Jo, po ti ja fut kot se ma shpjego këtë mua. Ato janë të shpjeguara në teorinë e tokës së sheshtë. Ty lexo, googlo. Si shpjegoj kjo? Tash prit, edhe po thon, po Giordano Bruno në harove ti, dhe harojnë ata, ose nuk e din që librin e vetëm, por dhe më të rëndësishëm që shkruar ndonjëherë për Giordano Bruno, me 800 faqe e kam botuar unë, është këtu. Ata nuk blejnë, nuk lexojnë, vetëm kanë dëgjuar në shkollë si i kanë gënjur, e thon po Giordano Bruno që dojsh në turnë e druve. Unë kam lexuar atë akuzën që i ka bërë Vatikani aty në libër, që është në fund, as gjikundi nuk flitet për tokën. Ai dënohet vetëm për magji, je magjistar, që ke përdorur magjin, Vatikani e dënon magjin dhe ajo përmendet dhe dënohet për magji. Kupton, këta më shesin mend mua tash kur nuk kanë lexuar asgjë për Giordano Bruno, kupton? Po ti para se të flasësh lexo një herë, pastaj kujdes kur shkruan, mendo një herë mirë se kupton. Juve përmendet një çik Ermir këtë konflikti që është hapur mes Indisë dhe Pakistanit. Dihet që ata kanë një konflikt për zonën e Kashmirit të vjetër. Ajo që është e çuditshme është fakti se këto vendet kryesore të BRICS-it, siç janë Rusia dhe India, janë të rreshur në një luftë dhe mua më duket që Pakistani po bën një proxy war nga këto shërbimet sekrete të perëndimit
mendoj unë, ka ndorë brenda për të tërhequr gjithë vendet e BRICS-it në luftë dhe për t'i shkatruar. India dihet që është në BRICS, është nga vendet kryesore me GDP-n më të madhe, rreth $4 trilion në vit, së bashku me Kinën që ka atë GDP-n 21 ndoshta trilion dollar dhe me madhja dhe me Rusin, Brazili, janë disa vendet tjera që Afrika e Jugut, janë disa vendet tjera që aspirojnë të hynë, por që nuk kanë plotësuar ato standardet, sidomos në raportet financiare që nuk kanë të mbështetur paranë e tyre, volumin e paras me arë. Është një nga standardet kryesore për ty, ka aspiruar ty Argentina, ka aspiruar ty Irani, ka aspiruar ty Arabia Saudite, e cila pas here ka presion nga perëndimi dhe të rishet në ato kërkesat e saj, dhe Turqia ka shprehur një gatishmëri për të hyrë në BRICS dhe është me dy mendje Erdoani, dhe konflikti filloi nga ana e Pakistanit, i cili është domethënë nënafërsisht e njëjta lloj rase, kanë disa lloje etnish ose të paktën disa lloj përdorimesh të gjuhës, të gjuhëve të ndryshme, sepse ndoshta nga DNA-ja dhe nga raca mund të jenë të përafërt, se ajo e përcakton etnitetin, por kanë kulturë dhe gjuhë pak të ndryshme nga njëra tjetra, siç është bota slave ose bota turke, me shumë tribu brenda, e them më mirë ti, dhe feja njëkohësisht i ka ndarë. Grupi i tribuve që jetojnë në Pakistan janë kryesisht musliman në dominancë absolute dhe India ka fenë budiste, por dhe këto taoizmat e këto fete tjera që janë në grupacionet më të vogla të popujve. Duket që konflikti ka marrë për masa pak më të mëdha, pasi India është bërë sfidante dhe ka ndryrë, ka bërë disa goditje në 6 zonat Pakistanit, ku mendojnë që ka vatra dhe organizime ushtarake që mund të godasin Indin, ka 6 të vrarë, ka dhe shumë të plagosur raportohet nga një zëdhenës si qeverisë pakistaneze. Ndërkohë Rusia duket që ka shprehur gatishmërinë që të dyja vendet të rivendosin paqen, ka përpjekje me negociator nga ana e Putinit në të dyja vendet për të mos i lejuar që të rishkasin në luftë. Ndërkohë nuk kemi parë asnjë deklarant nga Shtetet e Bashkuara pasi ka filluar ky konflikt i rrezikshëm midis dy vendeve me fuqi bërthamore, siç e theksove edhe ti, dhe nga Evropa nuk ka, as nga Izraeli nuk ka asnjë shprehje që të palët sillen më me gjak të ftohtë dhe t'i rikthehen bisedime dhe negociatave për të zgjidhur problemet e tyre. Kjo më çon të mendoj që perëndimi e do luftën në Indi dhe Pakistan. Janë vende që shkojnë gati 1,5 miliard banor të dyja vendet, dhe është një zonë me një popullsi shumë të dendur. Ndërkohë, Evropa nga ana tjetër, për ta lidhur për analogji me atë që do të them në fund, Evropa nga ana tjetër po riarmatoset dhe po kërcënon Rusinë dhe nuk po pranon që Ukraina të ulet sipas edhe ofertave që ka bërë Trumpi për një marrëveshje paqe, duke mos njohur pushtimin e Krimes në vitin 2014 në negociata, duke mos njohur dhe pushtimin e territoreve të reja mbas luftës 2 vjeçare që ka bërë Rusia me Ukrainën mbas vitit 2022, 3 vjeçare po bëhet, ka kaluar 3 vjet apo jo. Dhe ndërkohë që Trumpi po ftohet me NATO-n, po largohet Amerika po krijon politika izolacioniste në krahasim me ato politikat globaliste që kanë ndjekur Bideni dhe administratat e tjera. Dhe në këtë proces Evropa, e cila kërkon që ta shkatrojë Rusinë dhe ta ndajë, ta rajonalizojë dhe të shfrytëzojë burimet e pamasa të saj prej Kid Illuminatit, kjo është analiza ime, po riarmatoset.
Mua më vjen për të qeshur ndonjëherë kur thon këta Evropa s'ka fuqi. Evropa s'ka ushtar. Ka bërë 2 luftra botërore. Evropa është nëna e të gjitha Luftra. poshtërsive dhe të gjitha luftrave që kanë mësuar ta kalamajt e saj. Tash ju them këtyre kështu. Kush ka fuqi të armatoset? Më thonë ai që ka para, po kush i ka parat? Po parat toni ka Amerika, i ka. Kush është pronari i parave? Cilat janë parat që qarkullojnë sot në dorë? Për sa kohë lëshohen parat kur jepen? Kujt i jepen? Paraja prodhohet nga ta që janë pronar privat, që janë në një dorë gati në të gjitha vendet e botës, dhe jepet për 10 vjet, ose 15 vjet, ose 20 vjet, ose maksimumi 25 vjet kredi. O ju jepet bankave të nivelit të dytë, o ju jepet qeverive, borsh. Dhe këto e kalojnë bankat e nivelit të dytë, e kalojnë ke privatët, ke konsumatorët, ke njerëzit e zakonshëm si puna jonë që marrin kredi. Tash kjo para kur kthehet, ku shkon? Pas 10 vjetësh ose 20 vjetësh që është lëshuar me kredi nga këta pronarët që e kanë prerë, shkon ke këta. Dhe çfarë bëjnë këta? I mbledhin topat e i futin në magazin. Dhe janë aty në magazin parat, janë para efektive ato, janë para të lishme. Janë me numra serie, me të tëra, si që janë prerë kur lëshohen, që priten. Dhe janë aty të depozituara në për magazina pa fund që i kanë ata që i kanë prodhuar. Dhe ajo para po të futet në qarkullim, nuk është inflacion, sepse është para që ka dalë pas janë shtuar mallra dhe shërbimet. Ato janë dhënë kredi, janë shtuar mallra dhe shërbimet në ekonominë, në peshore në ekonomisë të mallrave dhe shërbimet, dhe këte nga ana financiare janë rikthyer dhe këto mbahen nëpër magazina. Tashi e imagjinon se këta i kanë këta Illuminati. Tashi këta duan të armatosin Evropën. Këta kanë para pafund. I thotë sa ka futur Amerika tashi për armatosje? 1.1 trilion dollar e ka bërë tashi, afërsisht këtë vit, 2025 armatimin. Po ne bëjmë 11 trilion dollar, po se kemi problem dhe 110 trilion dollar. I futim në punë në Evropë, armatosim Evropën për 2 vjet, edhe ja u shtypim kokën të gjithë tyre të tjerë. Kupton? Teknologjinë e kanë, shkencëtarët i kanë, sa duash në Evropë, punëtor kanë sa duash që kanë marrë këta, i fusin në për industrirat, komandojnë robotët aty në industrit moderne, dhe ja ku armatosën. Tashi, unë mendoj që plani këtyre, e kam thënë dhe tjera, është realizimi goditjes bërthamore në të gjitha pikat ku ka dëndësi të mëdhaja popullsie, me armë bërthamore taktike, jo strategjike, pra të shkatrimit në masë, me ngarkesat vogla nukleare. Gotasim shembull, do zhdukim një qytet tërë. Ky qytet, Sarajevo, fjala vjen, kot po ja fus, ose Beogradin. Sa duhet bombat të ketë ngarkesën që po ta edhim në mes në të shkatroj vala Godica, gjithë Beogradin, kaq ngarkesë. I kanë llogaritur dhe i kanë gjitha gati. I kanë studiuar dhe vendet që do godasin. Dhe kjo është ajo që Klaus Schwabi e quajti po hym në një rivendosje të madhe. Dhe pikat që duan të godasin këta janë pikat me dëndësi të mëdhaja dhe pikat ku duan të ulin numrin e popullsisë për shkak të futjes së teknologjisë shumë të avancuar. Dhe s'diskutohet që pararohet për futjen e teknologjisë së re. Ku sa herë që krijohet një teknologji e re, këta për një luftë botërore për të zhdukur ata hamsat e tepërt që mund të bëjnë protesta nesër edhe kupton do ngelen pa punë, dhe i futin luftë dhe kush vritet në luftë të rinj të vriten gjithmonë. I fusin thertore, atje i vrasin dhe këta nuk janë me pas 4 vjetësh ose 5 vjetësh, sepse kanë ikur në botën tjetër. Dhe këta mund të kemë bërë një skem detajuar. Vendet që kanë popullat të madhe në gatishën e Indokinës, vendet që kanë popullat të madhe në Indi, në gatishën e Indisë, në Evropë, ku duhet paksojmë popullsinë sepse do fusim teknologjinë e re. Me Rusin, Evropa ka fuqin, po duhet goditur. Rusia ka armët, po s'ka pse të goditet sepse ka një dëndësi të vogël popullsie, ose do goditet pak, vetëm në ca qendra këtej nga perëndimi, ande nga lindja nuk ka nevojë se s'ka popullsi fare. Dhe unë them që këta po bëjnë një skemë vëlla për goditjen bërthamore. Dhe kjo ndoshta është kryesisht ajo që theshte Klaus Schwabi. Do bëjmë rivendosjen e madhe. Ti si e mendon? E shikon në këtë sy? Pastaj do të them dhe një gjë tjetër. Gjatësia
e lëvizjes së raketave që mbartin armët bërthamore është 11.000-12.000 kilometrë. Po të shikosh ty i ke ato gjatësit që edhe shpejtësit me cilat lëvizin. Se duhet të ketë shpejtësim të madhe kanë ato që ikin më larg, se shpejtësia e madhe i shtyn përpara. Hipersonik. Po, hipersonik. Sipas teorisë së tokës së sheshtë, thuhet që ana dhe dielli janë 5.000 kilometër larg nga toka. Janë shumë afër. Dhe lëvizin me 2 generatorë të mëdhenj, lëvizin mbi tokë. Kjo është teoria. S'ka rëndësi e beson se beson. Po të shikosh vargjet e Naimit, ke fletore e bektashimbe, thot pellazgët janë më të vjetër se hena. Po të lexosh shumë njerëz të okultit, thoni që kjo enë është vendosur 12.000 vjet përpara. Pra 10.000 vjet para Krishtit. Ka studius të ndryshëm, por dhe njerëz që thoni që ne kemi komunikim me banorët e jashtë territorit të tokës, sepse unë mendoj që toka është në një shesh ku ka shumë planete, janë 178 planete, të vendosur të ndara me mure akulli, me pengesa të ndryshme. Dhe ky pretendon që hena është sjell nga një sistem tjetër dhe është vendosur aty 10.000 vjet para Krishtit. Ndoshta këta godasin dhe enën kur bëhet rivendosja e madhe ose kur bëhet një përmbytje. Godasin enën, bie ena mbi oqean, shkakton përmbytje të mëdha dhe uji ngrihet, mbulon dhe Himalajet për një farë kohe. Pastaj, meqense toka ka kanale kulluese dhe është mbyllur me firmament dhe sipër ka ujë, këto ujëra balancohen edhe toka normalizohet mbas 30-40 ditësh. Pra, kjo fjala rivendosja e madhe, se këta nuk flasin kot, se janë njerëz shumë të ditur, organizata shumë të fuqishme. Ose këta bëjnë plane të këtilla gurzeza dhe duan të zhdukin pulat e tepërt që janë shtuar në qymes. Këta na shqetësojnë, thonë, ne do im poshtë në për botrume, për tunele të mbyllura mirë, do t'i godasim, do mbyten, sa të mbeten gjallë dhe të mbeten, kupton, një pakicë e vogël, ose do t'i godasim me armë bërthamore. Sipas një skeme, dhe të gjitha i ka një organizat, një njeri në kompjuter, kur të filloj kjo lufta i ndip Pakistan, kur sa acarohet dhe në një moment këta këshu do godasin nga 2 anët, kur duke situata shumë e acaruar, i thonë këti, bëj një kërcënim që do të godasim me bërthamore. Ky thotë, ne do të godasim. Ai pam të parën, pastaj pas gjysmë ore ose një çerek ore, pam të dytën. Pym, duke sikur ja këta ja edhin njëri tjetrin. Në fakt ajo jetë që nga Londra, kupton? Dhe mua më duket që njerëzimi ka hyrë në një proces shumë të rrezikshëm. Unë kështu e analizoj, kupton, sepse rimendohem edhe më vinë në mendje gjëra të këtilla. Ti si shikon kështu këtë si në lloj rreziku, kështu siç e bëra unë këtë analizë? E vërteta, Fredi, pjesërisht jam dakord me analizën tënde, dhe besoj se mirë kupton këtë pjesë, sepse ajo analizë faktikisht ajo analiza juaj se ka bërthamore nuk janë bërë kot. Ishte shumë e hapur, domethënë edhe nuk e ka shumë pafund. Tani çështja është kështu, tani. Po, ideja e zvogëlimit të popullatës tokës është një ide e hershme, nuk është një ide e vonë. Mendohet dhe gjithnjë më tepër po shtohen zëra duke lexuar edhe zhvillime reale që po ndodhin, sidomos gjatë këtyre 3 dekadave të fundit, që ka një plan për të zhdukur të paktën 80% të popullatës tokës, domethënë të shkojmë diku ke 1.1% miliard. 1 miliard, domethënë. Po, ekziston kjo ide. Ashtu sigurisht ekzistojnë dhe formulat se si do ndodhin. Njerëzit që mbështesin këtë ide kanë dhe formulat e tyre, diku me pandemit, me virozat, me ushqimet, me vaksinat e tjera, me luftrat, edhe luftrat janë. Po, ndërkohë që pjesa tjetër me agjendën jeshile po heqin energjinë. Kupton? Po heqin energjinë. Heqja e energjisë do të thotë rënien në varfëri, se pa energji nuk zhvillohet dot. Rënien në varfëri do të thotë konflikte, luftra dhe edhe rënien të lirshmërisë. Dhe zhdukje. Edhe rënien të lirshmërisë. Zhdukje. Problemi është që, pjesa tjetër e këtyre tezave, pjesa tjetër e tezës është që,
mund të ndodhin, luftrat kanë ndodhur dhe do ndodhin gjithmonë, varfëri do ketë gjithmonë, probleme me shëndetin, me ushqimin do ketë gjithmonë. A jemi ne në pikën që të anojmë dhe të zgjedhim njërin tezë kundrejt tjetrës? Unë mendoj që është çike vështirë, duke mos përjashtuar absolutisht asgjë, madje mund të them që ne po jetojmë në kohën më të çmendur kur tentativa për të bërë një analizë racionale është thuajse gati e pamundur ndonjëherë, sepse gjërat zhvillohen totalisht në një drejtim irracional. Irracional për trurin e një njeriut botë normal. racionale. Në një drejtim irracional nga qenia racionale. Dhe kjo është çorëditja më e madhe, e cilët, si thua, i jep fush veprimi këtyre teorive Më të cilat pëlqej ti kjo përmende. analizë. Në të cilët ti Prandaj e përmende. këtu Ermir si rastësisht sepse Do me thonë, ideja është kjo që nëse do lexosh realitetin pa u marrë fare me këto teza, do anosh më shumë te këto që theti. Faktikisht se këto po ndodhin, ë? Okej, sa janë këto platforma të bëra të cilat kanë arritur pikën e realizimit apo se janë në fazën e parë apo të mesme të fundit, do rrimë dhe shohim. Megjithatë, nëse do bëhemi aq të verbër dhe themi, shiko se Covidi ndodhi siç ndodhin gjitha gjërat të tjera, nuk është aq e thjeshtë. ishte pandemi, Nuk është kurse ne themi ishte pandemi. Nuk shqetëson fare mua, ishte pande apo plan. Mua më shqetëson diçka tjetër, racionale me irracionalen. Po qëndroj racionales, është pandemi, dakord. Po si ka mundësi që u përgjigje kaq keq pandemisë? Si ka mundësi që organizata botërore e shëndetësisë ndryshonte protokolle 3 herë në ditë? Ndërkohë që tha që është një formë gripale, po pak e avancuar, se kështu është apo jo? Atë si ka mundësi gjithë kjo intelekt nuk gjeti formulën? Si ka mundësi që pjesa më e madhe e njerëzve vdiqen nga trashja e gjakut? Kaq problem ishte? Bëj ollimin e gjakut. Do me thonë, për njerëzit të cilët duhen të gjejnë gjithmonë përgjigje jo zyrtare, këta që kanë krijuar këtë situatë i kanë dhënë mundësim gjejnë përgjigje jo zyrtare, gjejnë përgjigje të tjera dhe të duket që gjithçka thuhet për këtë zhvillim është thjesht një propagandë. Po, çako është për të ardhur keq, po. Një pjesë e madhe të ngjarjeve që po ndodhin ne po na ofrohen si një propagandë, jo në realitetin e vet. Unë nuk dua, unë nuk bëj Jeffrey Sachs e ndjek një çik, është një shkencëtar ka punuar në OKB amerikan, Jewish. Personitet. Amerikan, po është i mendje pavarur që nuk ju bindet tyre varianteve zyrtare të historisë moderne. Ky kishte bërë dje një takim në Shtetet e Bashkuara me auditor të gjerë, siç e ndjekin këtë, se ky shkon në gjithë botën, ka filluar të lëvizë tash dhe ndjekin shumë në Turqi, bëri 2-3 takime të mëdha në Kinë, në Indi, dhe ky tha para pak ditësh tha që virusi tha nuk ka dalë tha nga laboratori Wuhanit, po ka dalë tha me qëllim nga një laborator në North Carolina, tha në Shtetet e Bashkuara, dhe aty është shpikur ky virus dhe po punoheshe thotë që se këto ishin viruset të lidhura me lakurishjen e natës, thotë Jeffrey Sachs, dhe po punoheshe që të bënin një vaksinë në këta aty për ushtarët amerikanë, të cilët mendohet që shumë shpejt do të hidhen në luftë nazi kundër Kinës, dhe për të shmangur këtë lloj sëmundje që mund të përhapet nga sëmundjet që e kanë lakurisht e natës në Kinë, këta po përpiqeshin thotë ta bënin vaksinën për ushtrinë aty, dhe ndërkohë ky virusi doli dhe shpërthevi dhe u përhap thotë pandemia. Thotë ky, unë pak e besoj. Tani historia e kështu Fred, pavarësisht se sa besojmë varianteve të diskutimeve, se tu është vështirësia asaj që thash raportit racionales me irracionalen. Ne akoma nuk e kemi qartë ku është propaganda dhe ku është e vërteta, ku mbaron njëra ku fillon tjetra. Por ka një vërtet madhe për cilën të gjithë palët duhet të heshtin kur dëgjojnë. Është i bërë, është artificial. Nuk është natyral. Paktën në këtë pikë kemi rënë gjithë dakord. E dyta, është i nxjerr. Është i nxjerr, nuk ka rëndësi, është bërë në Kanada apo është bërë në Wuhan. Nuk ka rëndësi. Është i nxjerr qëllimisht. Tani, për këto dy gjëra duhet bëjmë dakord. Pjesën tjetër pastaj, a ka një plan për ta bërë apo doli aksidentalisht, pat një aksident, okay, kjo han diskutim. Ama kjo nuk do të thotë që ne të mohojmë dy elementet kryesorë. Ajo që mua më shqetëson, çka është kjo? Në të gjitha rastet më burr, po e nxjerr jashtë loje fare, nuk ka konspiracion më. Na ndodhi rastësisht u bë, si u bë një hetim për njëri. Që gjithë kjo pandemi e madhe, vdiqën gjithë këto njerëz, u bë gjithë ky biznes i madh me vaksinat.
Dakor, cu mor vesh se ç'a ndodhi me ato histori, si nuk u bë një hetim për një ngjarje kaq të madhe, u mbyll gjithë bota. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Si e von Dhe këto janë ato pikpyetje që thash, këto janë ato Si pikpyetje. e von këtu kur i elmuan njerëzit, dilte ky i gjati shumë. Shqipëria buzëqesh. Edhe Po luftonte, sa ky po kisha- luftonte me armikun e padukshëm Sa tash. kisha qef që atje në Shqipëria buzëqesh ti ishte një gjarë për me 2 dhëmbë kështu duke buzëqeshur, që i priste gjithë sa viktimat i vinin i çovje në thertore. Edhe një nga arsyet që s'duhet të votojnë këta që kanë qenë në kohën e pandemisë, është kjo që këta i çuan njerëzit për t'i vrarë në thertore dhe kjo është arsyeja kryesore për mua që jo vetëm që s'duhen votuar, po këta edhe duhen dënuar. Nuk e di, a do të vijë. Filozofët thonë kështu, ose më mirë po themi, nuk është tezë, por kjo është standard. Njerëz të dobët prodhojnë kohë të vështira. Kohët e vështira janë ato që lindin njerëz të fortë. E vërteta është që dhe prandaj thash që metoda më mirë për t'u qasur këtij realiteti është të qëndrosh mbi palë dhe të shikosh me gjakftësi për të kristalizuar mendimin tënd. Ty të duket rasti që gjithë leadershipi i botës është kaq i dobët në këto momente kaq vështira, në këto turbullira kaq të mëdha, që ndodhin në botë, se i ke gjithë një lloj apo. Asnjë s'është politikan. Asnjë s'i bëj politik. Asnjë s'merret me politik. Asnjë nuk merret me shoqërinë. Asnjë nuk merret me shkencën, me arsimin, me mjekësinë, me shërbimet, me rritjen e mirëqenies, me njeriu. Ne gjithmonë e më tepër po largohemi nga natyra njerëzore. Njeriu ka natyrën e vet si çdo qenie tjetër. Ne njeriu po trajtojmë si qenie instiktive. Madje dal nga dal po e çojmë tek inteligjenca artificiale, po e shikojmë, po mundohemi ta zëvendësojmë njeriu me robot dhe krenohemi, domethënë. Çështja e punësimit nuk është që ti sill robotin, kupton, dhe do heqësh 50 vjet nga puna në një fabrikë apo në një institucion. Nuk është vetëm aty historia. Njeriu ka nevojë të punojë, sepse ka nevojë të jetojë, ka nevojë të ushqehet. Kjo është bota jonë, nuk është bota e teknologjisë që ne prodhojmë. Ne nuk mund të jemi robër të asaj që prodhojmë vetë, se kjo është çmenduri. Tani Bill Gates i sepse hape shumë teza. Tha në një intervistë këto ditë që në vitin 2040 njerëzit do punojnë vetëm 2 ditë nga 4 orë, pastaj gjithë pjesën tjetër tha do t'ja kushtojnë jetës tyre private sepse do punojnë inteligjencë artificiale. Pra, po nëse është ky variant i vërtet, atëherë fiton teza jote që ne do të tulim numrin e popullatës botës, se me çfarë do jetojnë njerëzit nëse s'punojnë. Po, se kjo është thjesht. E tha ai këtë. Se ne po punojmë. E tha dhe këtë. Se shoqëria tani ka nevojë për kaq shumë njerëz. Aktualisht çako shoqëria botërore del 8 mëngjesit nga puna dhe vjen 7-8 darkës i dashur dhe nuk i del. Se kjo është e vërteta. Në qoftë se do i lësh pa punë fare, domethënë si do ushqehen, si do jetojnë. Dhe çfarë i duhet? Pse nuk duhet punojë njeriu, sepse trashet edhe njeriu dhe trashet, puna është ajo që mban gjallë. Ja. Megjithatë do i kthehen pra atyre çështje midis shumë çështjeve që ti hape. Okej, mund të jetë gjërat, nëse shikon në këtë aspekt po, shkojnë aty ku thoni, ka një plan. Nga ana tjetër pikpyetjet që ngrihen janë këto. Vërtet janë disa njerëz që mund ta menaxhojnë gjithë situatën apo po, janë disa njerëz, po këto njerëz nuk mund të kenë garanci që situata nuk del dot jashtë durve. Dhe rasti i Trumpit është pikërisht kjo pjesë. Ardha e Trumpit në arenën e madhe globale në këtë moment shumë të rëndësishëm trendit botëror i prishi linjat atyre që ishin ndërtuar për 30 vjet. Duhet ta pranojmë këtë pjesë. Një njeri vetëm. Dhe nëse ju i referuat tezës çfarë po ndodh në Kin, çfarë po ndodh në Pakistan, çfarë po ndodh në Indi, sa e rrezikshme është çështja e armëve bërthamore, janë shumë armë bërthamore. Çako, sa do tunele që të bëhen, po mër një rast racional ose po mër një tezë racionale në një moment irracional ose në një shpjegim irracional. Ky është problemi që unë ta ngrita që në fillim dikotomin. Ky është problemi, irracionale me racionalen. Është shumë problem se nuk ka balancë fare. Kështu që ti je detyruar të shkosh me të dy tezat. Dhe duke parë ku po zhvillohen më shumë e ku po ecën më pak. E vërteta është kjo, Çako, që këto e akuzuan Trumpin si njëri prorus. Faktikisht atë që po bën Trumpi, dhe unë jam dakord me këtë pjesë, ai po mundohet godasi Brexitin. Po mundohet krijojë një korridor me Putinin, krijojë xhelozitë e mundshme dhe ta çajë, fillimisht largoi Putinin. India dhe Pakistani, India fort shumë e madhe, siç e thatë edhe ju tek Brexit. Po mos harro që pas Pakistanit është çuditërisht Kina. Kështu që goditet me njëherë 2-3 vende shumë fuqishme. Bëhet mirë që folët për
prodhimin e brendshëm brut apo është mirë të flasim me shifra. BRICS-it i ka 38% prodhimit botror. Po. Ndërkohë perëndimi dhe pjesa tjetër e botës në ditët e saj më të mira, para se të krijojë BRICS-it ishte 27%. E kupton? 27% ditët më të mira. 28% ditët më të mira. Ndërsa këto sapo u krijuan sepse janë burime, janë shtete që kanë shumë burime. Perëndimi, ose më mirë po themi, Trumpi ka shumë qartë sepse është politika pragmatiste. Duhet prishur, duhet përçar ky grumbullim, ky organizatë e madhe e BRICS sepse është fuqi shumë e madhe ekonomike. Dhe nëse ekonomia është në një dorë që është jashtë perëndimit, dhe financiare, në gjithë po patjetër, ekonomia dhe financa ai ka frikë se do goditë dollari. Patjetër, po e kanë gati ato plane. Se do bëjnë një monedhë përbashkët atë. Po. Dhe nëse kjo nuk përçahet, nuk zvoglohet, në rastin më të mirë të forcohet ose të marrë kohë perëndimit të forcohet, është bërë matematika, çaka, tash të bëjmë histori kod ne. Kjo nuk varet nga dëshira jonë, sigurisht që dëshira jonë është tej, nuk ka pse të jetë andej, domethënë, por në të tilla raste nuk ke pse bën armiqësi. Unë jam kundër sjelljes pavarësisht aleancave që kemi ne shqiptarët dhe kemi të mira, për të vërtetë me perëndimin, sepse aty jemi, s'kemi ku të shkojmë, ne nuk mund të shkojmë dot në Kinë, edhe në Afrikë, ne jemi në Europë, por pavarësisht se ka disa budallë këtej, matani Adriatikut që fillojnë shikoj se shqiptarët çështje kur kemi qenë në europian, sepse jemi popull i vjetër, nuk ishte suedes, nuk ishte britanik, nuk ishte francez. Kur ishim në me Roma. Tashi ne kemi pas 28 perandor buri dhe tashi. Nuk e pas francez aq sa ka pas Ilir, e vërteta. Po. Ke pas 3 pap me letra, po mendohet që mund të jenë 7. Kjo nuk është rasti. Domthon, kjo tesë nuk e di pse ne shqiptarët e kemi këtë ngarkesë këtë pjesë. Bota ai le të flasim, të thotë çfarë do, nuk e di pse ne, sepse nuk e njohim, nuk lexojmë. Çështja është kjo, Çako, që unë mendoj që Trumpi po godet globalizmin, po godet dhe satelitët që u krijuan nga globalizmi, nga efekti i kundërt i globalizmit, sepse ai që krijoi perëndimi faktikisht imponoi krijimin e BRICS-it të kësaj fuqie të madhe dhe po i kthehet kundër. Trumpi po lëviz. Europa akoma se ka kuptuar, sepse kështu është krijuar, kur themi Europa, Unioni Evropian, se Europa është gjë tjetër. Unioni akoma vazhdon të vuajë nga burokracitë, nga mungesa e reformimit. Ti më thua mua që po armatoset, Çako, Europa do 10 deri në 15 vjet të armatoset, nëse fillon për të ngritur në nivelin e një fuqie botërore, po them. Për të ngritur në nivelin e një fuqie botërore, nuk prodhohen dot brenda ditës ato histori. Dhe akoma nuk kanë filluar, janë shtete cilët kanë programe të pjesme. Ndërkohë Kina është shumë larg, ndërkohë Rusia është shumë larg, India është shumë larg me armatime, Pakistani është shumë larg. Bota lindës është armatosur më shumë. Okej, edhe një të fundit para se të kaloj te kjo pjesë. Për këtë arsye jam dakord me atë që thatë, Kina 140 miliardë ka atë çmimin që ka vendosur për politikat e mbrojtjes. Po, veç ka shumë prodhim, sepse ka kostur Rusia ka vajtur tash jo, s'ka vajtur 200. Gjatë luftës ai shkoi. Ndoshta. Gjatë luftës me Ukrainën. Ndoshta tashi po ishte periudhë e jashtëzakonshme. Për këto pak vite se këta si deklarojnë më me modesti. Evropianët. Këta thonë 500 miliard do t'i bëj Gjermania për 3-4 vjet. Por në fakt ata mund t'i bëjmë për 3-4 muaj, më beso. Po mund të marrë 1 triliard Trumpi tani në javën që vjen në Arabinë Saudite. Mund të shkojë 1 triliard në një herë. Këto tre shtete. Do t'i fusë në ekonomia. Tani nuk jam për mbrojtjen. Ai që unë jam dakord me ty është kjo, domethënë që perëndimi po përpiqet të krijojë proxy për të fituar kohë për veten e tij. Trumpi e di pse po i shtrëngon të gjitha gjërat për në çështjet financiare, që hoqi këto institucione të rentabile këto kështu. Po i krijon që të marrë të shlyejë borxhin që u ka këtyre. Këto lek do t'i marrin nga evropianët e do t'i bëjnë armatim. Ka diçka çan. Më fal Çako. Ka diçka shumë interesante që ne na ka ikur, domethënë shumë e thjeshtë llogaria. Ky është diskutim financash, diskutim ekonomie dhe ti ekspert i kësaj fushë, unë jo, po një diçka duhet ta them dhe ndoshta mund ta zgjerosh. Gjatë kësaj kohe kur Kina bën tregtime perëndimin dhe Amerika është një port shumë e madhe e tregtisë kineze, GDP-ja e Kinës rritet, ndërkohë problemet ekonomike të Amerikës shtohen. Dhe Amerika nuk mund ta pranojë këtë pjesë, sepse ky është invadim i jashtëzakonshëm ekonomik. Ajo kërkon të minimizojë ndërhyrjet e prodhimeve kineze në Amerikë, që t'japi mundësi Amerikës që të rrisë prodhimin e vet, se nuk ka zgjidhje tjetër. Okej, ne mund të bëjmë kritika pse rriti 185% tarifat tuaj, po qëllimi ky është. Ai kërkon sepse duke
i vën tarifa, duke mbyllur tregun amerikan, frenon do bjerë prodhimin vendas të Kinës, se Frenon s'ka prodhimin treg ku t'i gjej dhe treg. ulet zhvillimi i Kinës. Dhe kjo është mundësi Ulet GDP. paktën krijon hapësirë Amerikës, Shtetet Bashkuara të Amerikës që të marrë frym Dhe shikojë, i rritet planifikojë GDP dhe të Amerikës. rritet, sepse me këtë trend është e mbyllur më, sepse vetëm importon dhe nuk eksporton në Kinë. Po të shikosh niveli që është importi dhe eksporti Kinës me Amerikën është ku thret qameti duart në kokë. E fundit, me që se hape shumë gjëra dhe mu pëlqen kështu kur bëhet mozaik me shumë ngjyra biseda, jam dakord që konflikti i Pakistanit me Indinë është një proxit dhe mund të jetë nga proxit më të rrezikshëm deri tani, sepse janë dy fuqi bërthamore. Nuk kam parë që në fillim të herës, shiko, mund të filloj një sulm se u vran 20 turist nga disa terrorist, po e marrë me qenë dhe kështu është faktikisht në Indi, nuk mund të marrë një shtet si India, pavarësisht konfliktit të madh, një sulm ajror që u fut më një herë në tokat e Pakistanit. Dhe më thonë, ka diçka që nuk shkon, ka diçka të planifikuar. Ka një alarm shumë të madh. Shtetet Bashkuara të Amerikës folën Shtetet Bashkuara. E kisha Ilirin para 1-2 javëve këtu. Dhe Iliri, domethënë, ma provoi, po më tha, ka shumë mundësi të ketë një skem, tha. Dhe ç'a u bë, tha, po u vran 50 milion kinez, kështu indian, tha, dhe 50 milion pakistanez me 2 bomba. S'ka ndonjë gjë, tha. Jeta vazhdon. Shani, në të gjitha studimet e konflikteve që ndodhin ka një përfundim, një konkluzion që të gjitha proxit që po ndodhin, ku janë përfshirë fuqitë e mëdha që kemi terren të cilat po shtohen për një vërtetë, sepse po pretendon India, po pretendon Turqia, po pretendon Irani të futen në tavolinë e madhe, ndërkohë që ne jemi në fazat e krijimit të rendit të ri botror, proxit po bëjnë pikërisht të gjë. Fuqitë e mëdha po mundohen, që janë ekzistuese, po mundohen të forcojnë pozitat e tyre dhe të përjashtojnë rivalët, ndërkohë fuqi të reja, të cilat po rriten, kërkojnë të dominojnë dhe të imponojnë prezencën e tyre në tavolinën e madhe që do krijohet në rendin e ri botror. Ne do kemi shumë lufta proxy. Imagjinoni kur ne kritikonim, biles kemi qenë bashkë, paktën në qëndrime, kur ne kritikonim konfliktin e Ukrainës me Rusinë dhe kemi thënë që ditën e parë që Ukraina e ka humbë, derisa disa nga këto neokonspiracionistët e mëdhej irracional. A dhe ky është me Putin. Jo, spion. Putini nuk ka ne gjë të keqe, domethënë mund të jesh me Putinin, mund të jesh me Kim Jong-un, se s'është asgjë, do diskutime punonim ne për ata, ju jepnim informacione. Ndërkohë që e vërteta është propagandë e madhe. Çfarë informacione mund t'ju japim ne? Ndërkohë që e vërteta është kjo, po s'kishim as informacion. Ne s'kishim as informacion. Putinit për këtu në Shqipëri. Ne nuk kishim as informacion ekskluziv, se informacionet ishin botërisht hapur. Ndërkohë që propaganda faktikisht ndodhi nga krahu tjetër, se mediat i mbylli perëndimin. Po. Dhe kjo është propagandë. Pavarësisht se Putin është autokrat, pavarësisht se mediat aty janë të kapur, pavarësisht shoqërisë civile s'ka. Ti di që çani si tha çun fuck you Zelenski, edhe u bënami aty nga pse një nga arsyet pse janë mbyllur çanit emisionin. Ti ishe tradhtar, unë isha armik, ishe ose më theshin të vit kërkoj falje, dhe çu mund të vazhdoj. Derisa sot ato që po i thon fuck Zelenskit po shpallën heroj. Tasim mas 3 vjet. Kurse unë ju them ndonjëherë atij kolçorit fuck you, i them dhe të gjithë atyre që na luftuan neve atë. Pra, unë them që ne ndakrohet të kjo pjesë që për sa kohë që do krijohet rendi i ri botror, me gjithë ato tezat që ti ke shumë për qef Illuminati, Bilderbergut që do krijohen klube të reja, nuk do qëndrojmë përsëri ato. Ne do kemi shumë proxit. Do kemi shumë debate mbi pandemi dhe plandemi. Do kemi shumë rreziqe për përdorimin e armëve bërthamore dhe unë e shoh larg për hir vërtetë dhe këtu ndahem me ty, sepse është pikërisht kjo pjesë. Ata të cilët mendojnë që i kanë dorë për të menaxhuar armët bërthamore, qofshin dhe ato taktike flas në rang global, kanë frikën që nuk mund t'i menaxhojnë dot 100%. Mund të dalë diçka sepse ndryshojnë gjërat shumë shpejt. Shikoj një luftë e vogël, një konflikt i vogël dhe bëm ndryshime shumë dha, bie kryeministri, bie presidenti dhe vjen një grup tjetër. Imagjino ç'do thotë të përdorësh armë bërthamore. Ky është skepticizmi im te kjo pjesë. Megjithatë, bashkohem me ty në cilën pikë kemi arrit një mirëqenie globale goxha të madhe në krahasim me luftën e parë botërore, qoftë në vitet 90, megjithatë po jetojmë momente pasigurie të pashpjegueshme. Apo jo? Ke marrëveshje, ke samite, ke marrëdhënie ndërkombëtare,
ke konventa ndërkombëtare pafund. Produkti botëror rritet, lumturia nuk shkon një lloj me rritjen. Dhe bashkëpunimi ndërkombëtar nuk ka qenë herë tilla nivele kaq të larta, ndërkohë është rritur pasiguria. Dhe kjo është komplet kuptim irracional. Dhe vi prap tek fillimi i tezës që nisëm bashkë, përplasja midis racionales dhe racionales. Ndoshta duhet gjejmë një mënyrë më efikase për të lezuar zhvillime të mëdha, sepse racionalja nuk po funksionon ashtu siç duhet. Nuk po them ta hedhim teja. Pra duhet të qasemi më shumë nga ne konspiracionistët të shtojnë za ne jemi më afër të vërtetës. Po përdor pak fjalë moderuar. Lexojmë tym dhe ndonjëherë poshtë tavolinës, dhe mos rrin gjithmonë para sipër tavolinës. Kështu që unë kshu e shikoj, pothuajse jam në të njëjtët, kam të njëjtat përgjigje siç e ke edhe ti, ndoshta me argumenta ndryshe, po përgjigjet pothuajse i kam të njëjta. Jemi në një gjykim të përafërt për këtë çështje. Dhe kjo e bën të rrezikshme situatën, sepse ndahemi në mënyrën se si argumentojmë dhe si gjejmë faktet, por më bashkohemi në konkluzion. Dhe fundi fare e rëndësishme është konkluzoni, nuk është e rëndësishme se çfarë teorisht përdorim. Çfarë rrugë ndjek. Një ekuacion, ti je ekonomist Çako. Një ekuacion mund të ketë 10 forma për të zgjedhur, por në fund fare përfundimi është një. Dhe ne na intereson përfundimi. Përfundimi është problematik. Nuk jemi akoma në përfundim. Ermir, kërkoj të pyes edhe një diçka tjetër që të flasim pak edhe për këtë ngjarje në vend si shikon. Nesër është 9 maj, në Evropë festohet më 8 maj dita e mposhtjes së fashizmit dhe nazizmit, kurse në Rusi për shkak të orës festohet më 9 maj, mos gaboja, është nesër. Një grup udhëheqësi që janë rreth 29 vende, lidera nga 29 vende që kanë shprehur atë gatishmërinë për të pranuar ofertën e ftesës së Putinit, është 80 dhjetori i kësaj feste, dhe rusët e kanë e bëjnë shumë me pompozitet, dhe janë shprehur edhe një grup politikanësh nga Evropa që do të venë. Ftesa i ka ardhur Vučićit në Beograd, i ka ardhur Ficos Slovakisë, kryeministrit, dhe i ka ardhur dhe Viktor Orbanit, i cili e ka refuzuar. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka bërë me dije që kush do të shkojë në festën e Putinit në Moskë do të ndëshkohet nga Bashkimi antifashist. Do të ndëshkohet nga Bashkimi Evropian, këto vendet që s'kan hyrë në BE si Serbia përfundimisht do të largohen nga Bashkimi Evropian. Orbani e ka refuzuar, Fico ka pranuar, Vučići ka ikur dje në datë 7, ka udhëtuar me disa sipas një linje të disa vendeve pak më të sigurta, ai ka udhëtuar në linjat ajrore në Maqedoni, në Greqi, në Turqi, ka dalë në Azerbajxhan dhe ka hyrë në Armeni, në mos gaboj, dhe ka hyrë pasaj në Rusi, në territorin e Rusisë, duke ju larguar detit të zi nga ana lindore. Dhe Fico ka bërë një deklaratë sot, i cili ka thënë që Estonia ka mbyllur qarkullimin ajror me Slovakinë, ku ka një marrëveshje 1 vjeçare dhe është brenda marrëveshjes të qarkullimit të disa lloj linjash avioni çeka ose ndërkombëtar, nuk e di, dhe kishte prerë bilet që nëpërmjet Estonisë të hynte në Bielorusi dhe pastaj të hynte në Rusi. Mirëpo i është mohuar ky udhëtim, është ndaluar qarkullimi i këtyre linjave që ishin të kontraktuara. Dhe Fico tha që do të përpiqem të gjej linja alternative për të shkuar në Rusi. Ndërkohë, Zelenski ka kërkuar përballë kërkesës së Putinit për 3 ditë anë pushim, datën 8, 9 dhe 10 mos gaboj. Zelenski nuk ka pranuar dhe i ka thënë ose 1 muaj pushim të luftës ose i çfarë. Putini nëpërmjet ministrit të tij të jashtëm ka deklaruar se ne nuk pranojmë të bëjmë 1 muaj pushim, sepse paqe do me anë pushim, sepse gjithkohës kështu është sjell Perëndimi, ka kërkuar vazhdimisht, ka bërë manovra për të gjetur, për të fituar kohë dhe për të vazhduar luftën. Dhe këta e duan 1 muaj, thotë, që të riarmatosin
Ukrainën, pasi Putini po I godet linjat e mbrapavijës, aty ku hyn armatimet, dhe në qoftë se do bëhet pushim, ai nuk do ta ketë këtë mundësi që t'i godas, dhe ata do të bëjnë një rifurnizim me armatimet të Ukrainës për të vazhduar një luftë më fuqishme nga ana e Ukrainës pas një muaji. Zelenski ka sulmuar këto ditë, para 2-3 ditëve, me 13 dronë, të cilët janë rrëzuar në territorin e Moskës dhe në 2 territore të tjera, dhe ka një rrezik që ai të sulmojë dhe ditën e paradës. Ndërkohë aty do të jenë udhëheqësa të tillë si Xi Jinpingu I Kinës, do të jetë ministri I jashtëm I Indisë, sepse India është në luftë dhe ai modi nuk shkon dot. Do të jenë udhëheqësit e Tagjikistanit, Uzbekistanit dhe I vendeve të tjera. Do të jenë 29 lidera botëror, që nuk është një numër I vogël për Rusinë, e cila ndodhet në luftë prej 3 vjetësh dhe që po përpiqen ta izolojë perëndimi gjithnjë e më shumë. Si e shpjegon ti këtë panoramë që bëra unë dhe çfarë perspektivë shikon? A do të ketë paqe Rusi-Ukrainë, apo do të ndodhë ajo që e thashë unë kalimthi pak në atë tiradën pak të gjatë që bëra më përpara? Shumë gjëra dhe kjo. Ja, I bën shumë gjëra pyetjet. Mirë, Çako. Parimisht, të gjithë vendet e kanë gabim që të refuzojnë festimin e mposhjes fashizmit, nazifashizmit. Sepse është ngjarje që ka ndodhur, çrëndësi ka si do ishte bota nëse do ta kishte fituar luftën Hitleri. Se edhe kjo është tezë interesante. Se në luftë ishin, nëse do fitonte Hitleri luftën. Sigurisht që ato forca politike të cilët pas mbarimit të luftës së humbur Hitlerit u quajtën kolaboracionistë tradhtar, do ishin herojt. Apo megjithatë çrëndësi ka pjesë. Ngjarja ka ndodhur kështu si ka ndodhur. Rusia që një nga polet shumë të rëndësishme për rrëzimin e nazistit. Fundi fare nëse nuk do kishte ndodhur në Rusi edhe për shkak të acarit dimrit, se ndonjëherë për te tezave okulte. Se dhe kjo është pjesë interesante. Edhe Napoleoni nëse nuk do ishte thyer në Rusi, domethënë ai kishte mbyllur historitë në Europë, në Perëndim. Çështja. Kështu që të kujtosh një ngjarje, të cilët që të gjithë kemi rënë dakord që ka qenë një zhvillim pozitiv. Nuk e nderon Europën. Bëje ti. Po them, sepse në fundi fare Europa perëndimore u shkatrua bashkë me Rusi më shumë se ç'duhet. Por Europa, Gjermania u bë dhe, domethënë, në atë luftë. Pse se festojnë këto? Pse nuk e festojnë? Është një moment historik. Pse duhet t'i shfaqen gjithmonë botës sikur Europa është thjesht një paradë mode? Është një fuqi ekonomike, është një teknologji, është Bayern Munich, është Barcelona, sportet, elitat e sporteve, elitat e këngëve, festivali europian e tjerë. Jo, mos janë njerëz, janë shoqëri. Kam pasur momente shumë problem. 2 luftrat që ka bërë Europa, lufta e parë dhe lufta e dytë, janë regjistruar në histori si luftat më të përgjakshme në historinë e njerëzimit. Pse duhet kemi këtë lloj ngarkese ne për të thënë po kemi gabuar shumë keq disa momente të caktuara të historisë me njëri tjetrin, se ne kemi vrarë njëri tjetrin, nuk shkum luftën me Kinën. Apo nuk shkum luftën me Afrikën, vram njëri tjetrin në europian. Me 70 milion, afërsisht 60-70 milion viktima të 2 luftat. Janë shumë, Çako. Janë shumë. Dhe unë nuk e shoh pozitive këtë idenë, domethënë, okay, mund ta a do ta përdori politikisht dhe po përdor politikisht Putini. Patjetër që do ta përdori, po e ka bërë gjithmonë. Rusia ka bërë gjithmonë dhe ka lavdi atë pjesë. E ka glorifikuar çik më shumë se ç'duhet, pavarësisht se ka pjesën që I takon, patjetër, po unë shikoj këtë pjesë, pse ti e larguar nga ajo në fakt nuk është festë kundër fashizmit, është festë kërcënuese edhe për Evropën, që asnjëherë mos guxoni të na afroheni se do përfundoni. Tash po e glorifikon se ai do ta bëjë që e thyva dhe prandaj të përmenda acarin. Që po mos kishte qenë acari, ndoshta ishte tjetër historia sot. Acari I madh rus atëherë, që ngriu gjithë tanket, që s'lëviznin dot. Ta përmenda që fillim të erës. Megjithatë çrëndësi ka. Ai kërkon të glorifikoj më shumë veten në një proces që ka pas patjetër meritet e tij. Po pjesa tjetër pse mohon ngjarjen. Dhe kjo është gabim. E dyta, Putini po rikthehet fuqishëm në arenën politike. 27-28 lider vendesh nuk janë pak Çako. Në një shtet që gjithë bota I thot agresor që ke thyr gjithë ligjet ndërkombëtare dhe drejtën ndërkombëtare me pushtimin e Ukrainës. Nuk është pak. E treta, ne duhet ta pranojmë
që është humbur e luftore. E kemi thënë që ditën e parë, ne kemi qenë nga zërat e pakat që kemi thënë, është humbur e luftë me Rusin. Dhe që gabim që kur nisi. Tash i bollës zgjasti, sepse nëse deri vitin e parë u fol vetëm për atë brezin e vogël të Luhansk Donbaskut, kufitar me një popullat që ishte shumë rusofolse dhe pak, sot po flitet për projeksione dhe skenare që mund shkojnë deri te Dnipri. Ju thatë më tej, a do mbyllet me këtë marrëveshje me Trumpin, apo thjesht një stabilokraci dhe lën portën hapur? Unë jam me këtë dytën, Shako. Po do shohim sa do funksionojë kjo periudha e marrëveshjes. Nëse sepse është proxy fund fare edhe Ukraina. Nëse do stabilizohen marrëdhëniet, Shtetet Bashkuara, Unioni, Rusia, Kina etj, mund të jetë një paqe qëndrueshme. Nëse nuk stabilizohen marrëdhëniet, kauza është. Mund përsëritet dhe problemi është që nuk përsëritet vetëm në Ukrainë, mund përsëritet gjithë botën, mund të vijë edhe në Ballkan, mund të vijë edhe në Europë, se problemet me kufit ke Spanjë, ke Portugali, ke Francë, ke gjithandej, apo jo. Kështu që është akoma e paqartë si situatë nëse do të bësh një lexim racional të irracionales përsëri. Situata është akoma e paqartë dhe palët do mundohen gjatë saj periudhe të paqartë të përfitojnë, të glaborojnë, të krijojnë sa më shumë problematika që t'jenë prezent në tavolinë e madhe të vendimarrjes, në rendin e ri botror, me sa më shumë problematika brenda dhe t'i japi sa më shumë mundësi, oportunitet vetes tyre për të pasur peshë, për të lëshuar peshë. Sepse nëse nuk e pranon tavolinë, ai të ricel 10 konflikte të tjera dhe ti nuk e çaj bën. Ermir, mendoj që ta mbyllim me pyetjet fundit, një përgjigje të shkurtër, si ta mendosh. Jemi në prag të përfundimit të procesit zgjedhor të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, me 11 maj, ditën e diel, mbyllen këto zgjedhje, siç e dim të gjithë. Si i ke parë këto zgjedhje? Unë do t'i quaja si zgjedhjet ndoshta më pesimiste në Shqipëri, ku nga një anë njerëzit shikojnë shumë drejtues politik të Partisë Socialiste në pushtet prej 12 vjetësh dhe të qeverisë, të cilët kanë marrë koston e një administrimi me korrupsion të lartë, të cilat e cila ka rritur kostot e jetesës të shqiptarëve, nuk janë mbajtur shumë premtime të thjeshta me të cilat erdhin pushtet Partia Socialiste dhe që i kanë në agjendën e saj të majtës, si përmirësimi i standardeve financiare të punonjësve, përmirësimi i standardeve financiare dhe jetësore të pensionistëve, dhe rritjes rrogës administratës dhe të disa kategorive shumë të rëndësishme në jetën e vendit, siç janë mësuesët dhe mjekët. Njerëzit nevojë, shumë problem. Po, dhe njëkohësisht kam marrë premtime për të ngritur cilësinë e jetës, siç ishte furnizimi me ujë të pishëm për 24 orë, të cilat nuk i kanë mbajtur dhe vazhdojnë edhe sot të thotë që do ta bëjmë të njëjtën gjë. Njëkohësisht ka një rënje të standardit të lëvizjes nëpër rrugë, ka bllokime të rrugëve, sidomos të kryeqytetit, nuk ka lehtësim dhe kjo ndodh edhe në qytete të tjera. Këta në kryeqytet thonë që kanë ardhur shumë banor nga rrethet, mirë po kjo gjë ndodh edhe në rrethet, sepse nëse ata do vinin këtej, ande do të thotë që duhet lehtësoheshin Vlora, Korça, Fieri, Shkodra, mirë po këto procese po ndodhin ngjashëm edhe ande e njëjta gjë. Duket sikur këta nuk mblidhen për të lehtësuar këta socialistët dhe kryetarët e bashkive që këta kanë shumicën e qyteteve dhe rretheve të vendit. Këta nuk mblidhen për të lehtësuar qarkullimin e mjeteve lëvizëse motorike, por duket sikur këta mblidhen dhe kanë interes si ta vështirësojmë dhe ta rritim sa më shumë konsumin e karburantit, që të fitojmë sa më shumë nga karburanti. Tirana me pak lëvizje, me
Pak ndërhyrje. jo më shumë se 800 milion dollar investime në 3 vjet ose në po e zënë në 2 mandate, që nuk është ndonjë gjë e madhe sepse buxheti i bashkisë shkon gati gjysmë miliardi dollar në vit dhe një mas investimi prej 200-300 milion dollar sigurisht do t'i takonte investimit për rrugë. Dhe për 4 vjet investime të studiuara mirë për rrugët në Tiranë, unë them që do ta lehtësonte komplet trafiku. Por këta nuk duan ta bëjnë një gjë të tillë. Dhe janë të interesuar që trafiku të rëndohet. Duke parë që ka shumë bashkëpunëtor të liderit të mazhorancës, të cilët, si thot ai, kanë ngrënë dardha mbrapa kurrizit të këtij dhe ky si ka parë, sepse s'ka fajt se ata ishin mbrapa dhe ky nuk i shikonte. Dhe duket sikur administrata është bërë një moçal. Dhe mua më duket që kryebletkosa e këtij moçali është lideri historik ose lideri global i Partisë Socialiste. Nga ana tjetër, PD-ja duket që sa është ngritur nga një knockdown i vështirë, ku e kanë luftuar shumë dhe për fatin e mirë dhe të keq do të thoja të PD-s, rikthehet përsëri në krye të saj lideri historik Sali Berisha, i cili dhe në një dalje të djeshme tregoi që ai do të jetë kryeministri sepse ka thënë që do të ketë një garë dhe unë do të jemi përfshirë në garë. Kjo është një ironi therse sepse dihet se kush do ta fitojë garën. Pra ai do të jetë dhe do t'i takojë se nëse fiton zgjedhjet, ai do qëndrojë, por unë them që duke thënë këtë gjë, ai zvogëlon numrin e votuesve të Partisë Demokratike, sepse njerëzit kanë shumë deziluzion me liderët e vjetër dhe ky lloj sistemi është psikologjikisht i ngjisur në mënyrë të tillë që një lider historik i një krau mund të rri 16 vjet, 8 vjet kur partia del në opozit dhe 8 vjet për të mbajtur pushtetin. Zakonisht ndrimi i pushteteve në Shqipëri është bërë me konsensus midis 2 liderave kryesor dhe ndërkombëtarëve të cilët kanë ardhur dhe i kanë vendosur me negociata sekrete dhe të fsheta këto qoftë edhe bilaterale, po qoftë edhe trilaterale, por edhe bilaterale, ndoshta nëse si kanë ulur të 2 palët, ka pasur raste që kanë qenë trilaterale, të 3 palët ndërkombëtare dhe 2 përfaqësuesit kryesor të politikës shqiptare nga të 2 krahët, por ka pasur raste që kanë qenë dhe bilaterale dhe ka pasur konsensus për të larguar dhe për të mos bërë luftë me mollin të erës për të shkaktuar dhimbje të shoqërisë shqiptare. Këtë radhë duket se s'ka konsensus. Nga një anë Bashkimi Evropian dhe Izraeli duket që mbështetin Edi Ramën, kurse Trumpi sigurisht që nuk e mbështet Edi Ramën dhe tregoi dhe me Vučićin, me trajtimin e Vučićit si njeri i Sorosit, duke përzën nga Shtetet e Bashkuara, Ramën duke mos e ofruar për vizitë, sepse tha që nuk është çudi, tha para një muaji që mund të bëj dhe një vizitë, unë thanë në Shtetet e Bashkuara. Kjo u refuzua dhe nuk të pranohet kur që ai të shkojë në Shtetet e Bashkuara. Njëkohësisht Rama edhe në qoftë se fiton do të ketë shumë probleme edhe pasi të fitojë me drejtësinë dhe me Shtetet e Bashkuara, madje mund të ketë problemet më të mëdha. Shikojmë që ka një agjendë Rama në fushatë kundër familjes dhe për pornokulturën, nxitjen e pornokulturës tek të rinjt, ku u bën thirrje, shikoni fotot time nudo, ku sot këto na duan e gratë ndara nga burrat, hajdeni këtu. Pra, kudo që shkon, ai ka një agjendë të tillë sorosiane dhe e zhvillon aptas, duke ndjekur atë që ka thënë dikur edhe ky Lali Zdromci, që djemt janë të gjithë zdromsa. Sepse goditet, e kam thënë dhe në emisionet tjera, mos bëhemi bezdisur, goditet alfa shoqërisë që është burri, që është më virulenti dhe më riprodusi. Dhe përpiqet të mbështetet Gjoja, gruaja me agjendat e feminizmit që këta të majtët i nxitin shumë.
Nga ana tjetër, siç e thash, nuk ka shumë entuziazëm duke parë këtë lloj leadershipi të PD-s, megjithëse njerëzit e dinë shumë mirë që ka nevojë për ndryshim. Ka dalë në skenë disa parti të reja, të cilat janë nisur nga qëllime të mira dhe pikërisht ky moment i rënies së opozitës për shkak të luftës që i bëri faktorin ndërkombëtar globalist, liberal, marksist, sorosian, opozitës shqiptare, këta janë ringritur dhe domethënë kanë krijuar disa parti të reja dhe po përpiqen që të bëjnë opozitën kundër Edi Ramës, disa prej tyre, kurse disa janë të dyshimta dhe mendohet që mund të jenë parti sorosiane sepse kanë dalë nga aktivistët e Sorosit dhe dihet se kush janë ata. Njëri është i majt, ky qori është marksist, ky s'mund të bëj kur domethënë me Partinë Demokratike dhe koalicionin e saj. Pra, unë i quaj këto zgjedhje shumë optimiste. Kështu pesimiste më fal. Dhe partitë e reja për shkak të ligjit, duke mos u bashkuar me njëra tjetrën për të grumbulluar të gjitha votat edhe për të ikur sa më pak vota kot, mund të marrin 170-180.000 vota dhe këto mund të përkthehen në shumë pak mandate, kur duhet të përktheheshin në 15 apo 16, 3-4 mandate. Mund të përkthehen në 3-4 mandate, duke përjashtuar Tom Doshin, i cili ka të elektoratin e vet që e ka krijuar domethënë kryesisht nga këta demokristianët, domethënë katolikët, të cilët ai lokalitetet kufizuara. Po, lokalitetet kufizuara, po që po përpiqet pak a shumë me variantin e LSI-s duke marrë ca i dominon. Jo, edhe duke marrë disa poste të rëndësishme si në Fier, në këto të naftës, po përpiqet me anë të liderëve të tyre të forsoj partinë atje duke i hoshur dhe duke u përpjekur të marrë votën shumë punëtorëve atje, po do ta ketë vështirë, por këto janë lidhje ashtu siç e vërtetoi LSI-ja të ngritura mbi interesa dhe jo mbi principe ideologjike dhe morale, dhe këto për në një moment caktuar shkrihen shumë shpejt si dëbora në diell. Do të ishte, sipas analizës që bëj unë, që këto partitë e reja të bëheshin kingmaker dhe të merrnin 5-6 vota ose 7 vota dhe të binte Partia Socialiste me Tom Doshin në 70 e poshtë dhe këto të tjerat, të gjitha të rejat dhe koalicioni i PD-s të bënin 70. Nga ana tjetër, dhe kjo do reformonte shumë shpejt, mendoj unë, politikën dhe do të ishte votimi më i zgjuar që do të bënin shqiptarët. Nuk e di se si do të ndodhë. Partia Socialiste që nuk ka dhënë konsensus dhe ndërkombëtar nuk janë imponuar evropianët për këtë konsensus, për të ndruar kuajt e pushtetit, do përpiqet me para që ka para sa duash, me blerje votash, me kërcënime, me largim nga vendet e punës të afërmëve të tyre, duke pasur një numër të madh të administratës të cilët i kërcënojnë që pos fituam ne, ju do të largoheni nga puna, me simpatizantët e PD-s, që deri diku kjo është e vërtet, e tjera, dhe situata duket pak e paqartë. Ti je dakord afërsisht me këto tezat e mia, ose ç'a mendon se mund të ndodhë këto pak ditë, mund të kenë këto ndonjë lloj ndikimi? Ndërkohë kam dëgjuar që ka pasur dhe një deklaratë, më duket, nga Departamenti Amerikan i Shtetit për Sali Berishën, që thuhet që ne jemi duke punuar për të rregulluar gabimet. Mund të vizitoj Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo ka qenë. Po. E ka publikuar këtë deklaratë një gazetar i Politikos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sipas cilit departamenti do t'i ndreq gabimet e administratës kaluar. Kjo është ideja, dhe shumë shpejt doktorit do shkojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, nëse do t'i referohemi çfarë ndikimi do ketë zgjedhje, sigurisht nëse do të pasjellni do ketë ndikim këto zgjedhje. Po, jam dakord me pjesën më të madhe të analizës që bëre zoti Cako, po nëse duhet kolidojmë disa gjëra, po them. Para,
Unë nuk kam qenë kur nga hithtarët e Berishës si lider, pa i mohuar kur vlerat e tij, po nuk e kam duruar dot kur në asnjë moment mënyrën se si ai unë zonë non grata, nuk e kam pranuar kur dhe kam refuzuar që ditën e parë. Kjo ka qenë. Në këtë kuptim, ne mund të mos i duam liderat tanë për si lidera politik, mund të mos i pranojmë, por nuk duam që ata t'i godasin ndërkombëtarët, t'i godasin tuajt, t'i sepse godasi ligji i dashur, jo lobinjet, sepse nëse goditet me lobinje një njerëz si Sali Berisha, ne të dyve këto na marrin me makinë e plerave, kupton, dhe çdo qytetar, dhe ky është rreziku i madh. Kështu që në këtë kuptim unë nuk shikoj rikthim të Sali Berishës, po Sali Berisha ju kundërpërgjigj goditjes i mori. Sali Berisha para kësaj ishte duke bërë opozit me qytetarin digjital. Ishte pothuajse inaktiv në parlamentin shqiptar, e kishte mbyllur. Humbi zgjedhjet 2013 dha dorëheqjen dhe iku. Unë të mos e mohojmë edhe këtë pjesë. Në momentin që këto e plagosën, sigurisht që ai është ari politik, do ringjallet, kështu që këta e kërkuan, këto e rifutën lojë Sali Berisha me atë goditje që i bën. Dhe për mendimin tim bëri mirë që u kthye Sali Berisha, edhe për dinjitetin e vet, por edhe për gjithë ato arsye që unë thash pak më herët, çfarë do ndodhi me të tjerët nëse vazhdon nga kështu. E dyta, jam dakord me idenë që mezi u ngrit dhe këtu është prap gabimi i pushtetit, sepse po prish rregullat e demokracisë, rregullat e garës. I futin në një precedent të pakuptim fare, vula, godina, simbolet, shpunka, shtetit merret me historitë e opozitës. Rama ka sulmuar opozitën shqiptare si asnjëherë. Patjetër, kryesor. Edhe Berisha ka qenë në disa momente i egër me opozitën, po ka ditë bëj marrëveshje pafund, ka bërë marrëveshje fatosname pafund. Dakor? Dhe nuk ka bërë kur të tilla gjëra. Sali Berisha. Paktën në këto nivele, nuk po them që ishte e pastër. Mirë, ky e tha në fakt, s'keni parë gjë akoma. Po problemin ne po flasim të dy si qytetar, nuk po flasim si pjesë pushtetit ose opozitës. Ne jemi qytetarë të lirë zotëri. Ku na çon me ky njeri? Domethënë, ky ka fituar zgjedhje një herë në 2013. Pastaj zgjedhjet e tjera i mori me kriminalët. Me Ilir Metën. Po, patjetër. Pa Ilir Metën nuk i fiton. I mori, mleo të kujtoj se si ka ecë në pushtet. I mori me njerëzit që dekriminalizimi të nxori ty gjysmën e parlamentit. Pastaj mbolli gjithë Shqipërinë hashash. Pastaj futi bandat e krimit dhe sot i ka ngritur organizata kriminale. Kam bler shtetin, Dhe Berisha ka drejt kur thot janë organizata terroriste, pse? Nëse i referohesh literaturës, shkencave humane, çfarë është terrorizmi, nuk gjen dot një definicion përcaktuar. Jurisprudenca bën një definicion. Marrëdhënia ndërkombëtare diçka tjetër. Historia diçka tjetër, sepse secili shikon objektin e tij studimit, por kanë rënë dakord në një përkufizim funksional të tij, i cili fillon dhe një nga pikat e saj, 6 pikat e këtij përkufizimi kush është? Ndikimin politik. Marrja, përdorimi i dhunës për arsye politike. Dhe këtë po bëjnë bandat, e vërteta. Kështu që Rama ne na ka kthyer shumë brava. Rama ka prishur rregullat e lojës dhe Rama që nga 2013 nuk ka fituar zgjedhje. Kuptimin jo të legitimitetit, sepse këto kanë ndryshuar ligjin, ka prishur, herë bëjnë aleancat, herë nxjerrin jashtë loja aleancat, dhe ky ka lëvizur. Por në kuptimin e realitetit të votës, dhe këtu prap do vim te racionale dhe irracionale, si duket pas e qenë shpreha më interesante që solli sot biseda jon. Çako, në të gjitha sondazhet që nxjerrin fitues, zoti Rama është 9/50. Është 9/50. Si do qeverisë. Ja ku e ke racionale me racionale, që të përplasin sërish. Pra ne kemi nevojë që ky nuk ka mazhorancë në mënyrë absolute. Jam dakord me ty që partitë e vogla bën gabim, duhet kishin bërë në mungesë të dëshirës për të bërë një marrëveshje të madhe me Aleancën për Shqipërinë madhështore të Berishës, atyre partive që janë aty, duhet kishin bërë një pol tjetër që të maksimizonin votën. Nuk e bën dhe duke firo dhe gabuan për veten e tyre, po them. Në të gjitha rastet unë nuk e shoh të qofsha i gabuar, edhe fushata nuk ka përballje, nuk ka program, nuk ka, domethënë ky ka humbur sensin e rivalitetit politik, e ka zhduk. S'ka çfarë thotë, i ka ngelur pasaporta thot, pasaporta e Bashkimit Evropian. Ore, ajo është një gënjeshtra më e madhe, abuzimi më i madh, asaj historie dhe e kam trajtuar 100.000 herë edhe nuk do rrim fare tek ajo pjesë, po mua më shqetëson historia tjetër, përveç bullizmave që ka përdorur, bullizimeve, fyreve, kur i thot për shembull ata që nuk do vinë votojnë pasaportën dhe programet tonë janë çyryk. Çako.
është gjysma e popullatës që janë ballistë, janë republikan, janë me PD-n, janë legalist. Si mund t'i thush popullit ta çyryti? Tër fushata më fal, tër fushata e bën. Dhe mua vjen Ju atje, ti që vajte qande ule atje, ti ngacmove ata atje. Edhe atje ngacmove ata. Domethënë ky ka humbur dimensionin e vet logjikshëm edhe duket që ka një farë turisnie pavarësisht se duket disa njerëz e lexojnë që ky ka mbyll gjërat prandaj flet kështu, ai nuk ka çat flas. Nuk ka program politik. Zaten Rama nuk ka pas asnjëherë program politik. Rama ka fol politikisht në vitin 2013 dhe atëherë dilte me letër, nëse kujtohet. Në momentin që hoqi letrën, Rama këto gjëra do bëj. Dhe tash po ta shikosh del me njerëz të panjohur të rrethave, nuk marr asnjë nga drejtuesit e Partisë Socialiste me vetë. Rama vet nuk ka formim politik. Të Belindën e vurëve në Fier që e dëbovi, e ke para atë që ta dil mbrapa. Po, dhe more të tjetrën. Po. Tani, domethënë del vetëm me fytyra të reja, gjithë shokët i plagosën dhe i vritën në luftë. Patjetër, dhe çudia është që ky thotë, çfarë problemi është, janë arritjet e mia, si janë arritjet e tua pse janë ato në burg, po ti i soll ato. Janë arritjet e mia se po funksionon drejtësia. Drejtësia është institucion e pavarur. Janë arritjet e mia se unë nuk bëhem palme ato, zotrit. Ti i soll ato, se ato s'ishin askushi. Si ka mundësi që këti dora i shkon vetëm tek hajdutët o çako? Si ka mundësi që dora këtij shkon vetëm tek kriminalët o çako? Si ka mundësi o çako që bëhet gjithë ky publicitet se ekstradohet çapja, një nga çapajt nga Emiratet e Bashkuara, ndërkohë bandat e Suel Çelës i kanë gjithë Elbasanit dhe nuk i prek njëri me dorë. Njerëzit e tij. Apo jo? Kanë dhe pushtet në Tiranë. Po patjetër, gjithandej po them. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, megjithëse nuk kanë akoma ambasador, dje bën një deklaratë dhe ju kundërvuni fundi një shuplak të ftohtë Ramës për këtë lloj leksiku që përdor kur tha ato që nuk do të votojnë mua le të rrinë në shtëpi. Le të rrinë në shtëpi, mos dalin fare ditën e gjykimeve. Domethënë, deklarata atyre ishte të dilni dhe të votoni që të gjithë sipas zgjedhjeve tuaja, sepse është komplet antidemokratike kjo. Mos dilni të votoni, domethënë. Ç'është kjo histori? Me pak fjalë, ky jo vetëm që s'ka formim politik, jo vetëm që s'ka lidhje. Edhe po japin lekë të djathtë që mos dalin në votime, ju marrin pasaportën ose atë kartën e identitetit. Jo vetëm që s'ka formim politik. Jo vetëm që s'ka lidhje me të majtën, po është regjimi sekti Sorosit që janë këto liberalët e majt pjesa më e keqe e ofertës politike dhe agjendave të fshehura dhe okulte, nëse do të flasësh për okultizëm, këtu ke vendin tënd ku të gjesh të flasësh sa duash domethënë, se këto kanë dominuar komplet botën okulte. Madje po dëgjoja një mikun ton përbashkët i cili po bënte një lexim asaj hapjes fushatës zotit Rama tek piramida me ato 12 yjet, vet ylli 13 me ato ndarjet me rreth par nga sipër, se çfarë mesazhe demonike sillte dhe ishte një interpretim goxha i interesant i pastor Akilit, goxha interesant. Nuk e shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë, sigurisht janë modele të tilla të botës errët. Megjithatë, ky nuk ka ofertë politike, ky nuk bën përballje, ky ka prishur ligjin zgjedhor, ky nuk del të bëj një diskutim, po jo vetëm ky më. Po ku i ke deputetët, nuk i njeh njëri. Ne nuk i njohim për këto 4 vjet çfarë deputetësh ishin në parlament. Tash këto që po hyn nuk i njohin fare. Nuk i njohin fare. Për ta mbyllur, ardha të djathtës ose opozitës, po them, jo të djathtës, po opozitës në pushtet është domosdoshmëri çako. E di pse? Jo pse Sali Berisha është 80 vjeç burr. Don aq është jeta e tij biologjike. Po ai ndodhi dhe po mos ishte ai nuk e bonte dot njëri këtë që bëri. Fakt, kjo është e vërtetë. Këtë pol opozitar që u mblodh, Berisha e mblodhi, se tjerët që ishin loj dështuan që të gjithë. Rama i rrëzoi, diku i bleu, diku i rrëzoi, diku i trysnoi, edhe kjo është historia, domethënë. Çështja është që rrëzimi i sektit liberalëve me të gjithë okultizmat që kanë brenda dhe i kanë realizuar në Shqipëri, ndoshta duhet të flasim një herë tjetër për këtë histori se çka kanë bërë këto në Shqipëri gjatë këtyre 12 vjetëve, duhet të rrëzohet që të hapet loja më, të rikthehet demokracia, të ketë mundësi dalin partitë të tjera, si do të lubrifikohet demokracia në Shqipëri pa rotacion, si do dalin leadership, të ndalet një largim i shqiptarëve, të ndalet ardhja e tuajve këtu dhe dhënia e dokumentave. Nëse sikën shkaktarje, ky është shkaku. Është institucionet kanë mbaruar, presidenti është një institucion amorf që s'ekziston fare, që është një peqe lepe për Ramën, e ka çuar institucionin kryesor të shtetit në nivelet më të ulta historike. Për ta mbyllur çako, unë do të them vetëm këtë. Dhe qofsha unë i gabuar të kjo pjesë, ndoshta do më thuash që po bësh okult si puna ime, megjithatë unë do ta them.
Rama i ka humbur zgjedhjet. Mënyra se si do t'iki, do ta mendoj mirë. Në qoftë se sa mendon, mbaj mend çfarë po them. Do jetë kryeministi që do ketë fundin më të madh në Shqipërinë tranzitore, sepse ne jemi akoma në tranzit, për mendimin tim. Nuk e kemi kaluar akoma hendekun e tranzitit. Unë kaq di të them. Mirë, me këtë parashikimin thuaj ta mbyllim. Mblidhni mendje njerëz, mendojeni që këtë fjalën që ju tha Gjinishi, analizojeni votat tuaj vlen. Votoni për ndryshimin, sepse Shqipëria ka nevojë për ndryshim. Kushdo që të vi, çdo administratë që do të vi, do të jetë më mirë se kjo administratë. Sigurisht nuk do të jetë e përsosur dhe ne do të na ketë këtu prapë me Gjinishin për t'ju kundërvënë sa herë që ne do ta mendojmë që ata veprojnë gabim. Në fundit, kjo është detyra kryesore e analistëve dhe e gazetarisë të qëndrojnë me opozitat, të qëndrojnë me popullin. Sepse gjithmonë opozitat e shëndosha janë më pranë popullit se sa qeveria e cila menaxhon fonde dhe para dhe pushtet. Edhe njerë, duke ju kujtuar t'i bëni subscribe kanalit, shpresojmë që t'u kemi kënaqur me këtë emision pak të gjatë me mikun tim Ermir Gjinishi. Ermir, faleminderit dhe së shpejti uroj të kemi biseda të tjera mendoj interesante. Faleminderit ju Cako. Nga unë Alfred Cako, natën e mirë dhe miru pafshim nesër në emisionin e radhës. Tung tung.